animator. Bufja! Gecko! Legend Toys! Into the night so they can save a day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Bufja dhe udhëtimi I shpejt. Me zi po e presurën në histori sot. Kë libër do të lexosh, Amaja? Amaja! Ha? Oh, kam librin e ri të flosive të Timës. Amaja I ka shumë qef historit me flosive të Timën. Ajo çmendet pas superheronjve me gjuajtje karateje. Sigurisht, ajo është superheroina më e madhe. Do doja të kisha fuqi tamam si ajo. Ja! Ha! Si mund ta pëlqesh kaq shumë? Ajo as nuk fluturon dot. Unë njoh një superhero tjetër me fuqitë e Bufit që është edhe më e mirë. Çfarë I ndodhi librave tanë? Shikoni, Kush është ky tipi? Dhe çfarë I ndodhi historive tona? Tani nuk kemi çfarë të lexojmë. të gjitha historit janë zhdukur. Ka vetëm fotografi të Romeos. Çfarëdo që të ketë në plan të bëjë ne duhet ta ndalojmë. Unë do përdor të gjitha rregullisit e flosive të Timës. Quajtja dhe përplasja e tij. Ups. Ose mund të përdorësh disa nga super lëvizjet e tua. Do përdor njërin nga ato së shpejti. Përplasja e tij. Ja ku po vim. Drejt natës për të shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Ja, animator. Amaja bëhet Bufe! Herojt me pizame! Në rregull, koha për të gjetur Romeon. Kameleon të lezetshëm. Le të marrim avionin e Bufes. Më pas mund ta kërkojmë nga lart atë. Apo jo, Bufe? Aha. Mendoj se Bufja është shumë e zënë për të fluturuar, Gecko. Marri makinën e macës më mirë. Bufe! Mezi pres të shfash lëvizjet e mia të flosive të Timës. Ja! Ha! Ua! Hi! Uja! Mendon se je I bukur apo jo një brirish I vogël, por unë njoh dikë që është akoma më I bukur. Ha! Së shpejti fotografitë e mia do t'jenë kudo, duke filluar nga këta libra. Dukesh I bukur, mjeshtër. Të gjithë do të duan që ti drejtosh ti. Po, do të duan. Jo se do të kenë zgjidhje tjetër. Tani le të marrim librat e tjerë. Ku është Romeo? Përdor sytë e tu të Bufes për ta kërkuar atë. Nuk është nevoja, Gecko. Mund të përdor fuqitë e mia të flosive të Timës. Flosive të tima me ndodhe gjej. Flosive të tima me ndodhe gjej. Po, ajo mund ta gjej se ku janë të gjithë njerëzit vetëm duke menduar. Por nuk funksionon kjo vetëm në librat me figura? Peshët e mi të macës apo dëgjuan diçka? Është e qeshura e Romeos. Punë e pashme, roboti metalik. Kape atë robot. Zvarani krëshqitës, Romeo. Pse po I shkatëron gjitha ta libra? Të lexosh është kaq bukur. Jo, nuk është. Mua nuk më pëlqen fare. Do të më pëlqente më shumë të shikoja fotot e mia. Çfarë? Duhet të lexosh diçka argëtuese, si për shembull librin e flosive të Timës. Në asnjë mënyrë. Ndalesa e fundit, biblioteka. Romeo I mori të gjithë librat. Doja rregulloj unë qefin me gjuajtjet dhe goditjet e flosive të Timës. Ha! Hi! Ai! Oh.
Është më shumë për plasje se sa vetë tim, bufe. Çfarë nuk përshkon me lëvizjet e tua të mrekullueshme? Janë në rregull, por një rrokullisjeve të time do të surprizonte Romeon sapo ta mësoj siç duhet. Në rregull. Le ta zbulojmë se cili do jetë destinacioni i ardhshëm. Ku janë të gjithë ato librat? Biblioteka e qytetit. Zvaranik që përdridhen. Ka marrë disa nga librat më të çmuar të botës. Duhet ta ndalojmë atë. Bufe! Eja, për ndryshe Romeo do vjedhë dhe të gjithë librat e flosive të times nga biblioteka. Ndalesa e fundit, biblioteka. Së shpejti çdo libër në qytet do të flasë për mua. Ti je një nga shpikjet e mia më të mira. Faleminderit, mjeshtër. Unë dua Romeon. Romeo është një gjeni. Ndalesa e fundit, biblioteka. Shumë bukur, dera është ende e mbyllur. Romeo nuk ka mbërritur akoma. Gecko, ti do të ngjitesh lart. Sapo të ti lidh këmbët, ti hidhu poshtë dhe blloko robotin. Në rregull, djali Maçok. Super kontrolli harducës. Super kamuflazhi Geckos. Bufe, përdor sytë e tu të bufit për të na paralajmëruar. Është më të vërtetë e rëndësishme. Mos u shqetëso djali Maçok, e kuptova. Super krahët e bufes. Në rregull, jam në pritje të sinjalit tënd. Flosive të tima skanoi qytetin. Nuk ka mundësi që ajo të mos e ketë para të keqbërës. Dhe ai nuk matej dot në rrotullimin e saj dhe të tim. Quaj dhe përplas. Hej, unë mund ta bëj, po! Jo, nuk e pash, supozoj t'i lajmëroja. Roboti! Harduca të shenjta. Më lejo të shkoj ti kanaçe mave metalike. Gecko, super shpejtësia e maces. Mos ndoshta roboti i madh i keq e ndali kotelen e vogël. Tani lidhja. Rrokullisjet e mia vetë tim do ju Po shpëtoj. nuk është lëvizja e ndonjë superheroi të vërtet. Ndodh vetëm në libra. Flosive të tima. Quaj dhe përplas. Copa, bufe. Është koha për të ricikluar. Robot? Jo, më lër të shkoj. Wow! Jo, ajo rrokullisja e padobishmeve të tim. Bufe, a je mirë? Po, por më vjen keq, pse po përpiqesha të bësha si flosi unë. Unë jam bufja. Tani Romeo mund të marrë librat më të çmuar në qytet. Tashmë i mora. Dhe së shpejtja do të jenë plot me fotot e mia. Shpejt, të shkojmë pas ti. Do t'ja arrijë me makinën e Në maces. rregull, dhe kësaj here do përdor fuqitë e mia të bufes. Është koha të jem një hero. Se i duhet asaj libri i flosive të timës? Sytë e bufes. Në rregull, një zog i vogël më thot që je atje. Makina e maces, shiu. Fiks në kohë. Merre, tani shkoni pas atyre dy pemëve atje dhe tërhiqeni afër me tokën. Nëse duam ta ndalojmë Romeon, duhet të ndalojmë robotin e tij fillimisht. Po tani çfarë, Bufe? Tani, e mrekullueshmja Bufe do përdor fuqitë e saj të jashtëzakonshme. Fillimisht, super krahët e Bufes. Më pas, sytë e Bufes. Juhu! Shiko këtu Romeo! Nuk e ke akoma librin tim të parapëlqyer. Çfarë? Kape atë robot. Duhet të përpiqesh më shumë se kaq. Më jep librin. Ndalo, Eja dhe merre. mjaftu rrotullove. Mos lëviz për një sekond. Jepi robot, kape atë. Kape! Jo, robot, prit, ndalo. Juhu! Libri yti i flosive të timës shërbeu për diçka në fund. Zgjohu njeri metalik.
Faleminderit, mjeshtër. Ndjehem shumë më Nuk mirë. është bufja mjeshtreja jote, jam unë. Bufja është gjeni. Nga mustaqet e mia të machokut, më duket sikur rënja e ka bërë këtë robot më të zgjuar, Romeo. Po, e bukur kjo robot. Tani kape atë keq bërsin dhe na ndiq. Më ul poshtë. Le t'i kthejmë këta librat në normalitet. Kameleon të lezetshëm, është libri im I historisë. Tani mendoj që libri I flosive të timës nuk është daq I keq. Romeo, a të pëlqen të lexosh, ë? Çfarë? Jo. Plasive të tima, quaj dhe plas. Auç. Kemi shkatruar planin tim këtë herë, por do të kthehem. Poshtë. Romeo, ai po largohet. Heroj të vegjël, do ta kapun. Kape atë robot. Tani bëj mirë t'i rregullojmë këta libra. Po, që kushdo të lexoj sërish librin e tij të parapëlqyer. Heronjt me pijame të rrisni të gjithë ura. Sepse gjatë natës ne shpëtuam të gjithë. Ura, erdhën librat sërish. Ne do të lexojmë histori. Shikoni, ky është libri I fleshëve të timës. A do ta lexosh atë, Amaja? Ja, do të lexoj këtë sot. Flet vetëm për bufët. Djali machok dhe grushtuesit. Wow, e pas ka rregulluar me të vërtet muzeun. Gjithçka duket e re. Ka qenë mbyllur për shumë kohë, mezi po pres të shoh çfarë ka ndryshuar. Shikoni, ka një shfaqje shkencore. Vëbas se ka shumë gjëra interesante me butona, çelësa edhe me leva. Le të shkojmë. Nuk ka ardhur akoma asnjë njeri. Jemi të parët që të shohim ekspozitën. Ha? Wow, do të vi pas pak. Do të jem shumë I zoti me këtë. Oh. Kjo ishte e shpejt, rava ime. Ishte vetëm një gabim. Do ta provoj sërish. Në rregull. Koha t'ja lësh dikujt tjetër radhën. Ndoshta Gregu do të jetë më I zoti se ty. Çfarë? Në asnjë mënyrë. Shikoni këtë. E bëra atë me qëllim në mënyrë që gjithçka të jetë gati për radhën e Vazhdo Gregut. ti, Greg. Wow, një parashut. Bukur. Ha? Prisni pak, ky muri nuk duhet të ishte I plasaritur. Ata e kanë rregulluar muzeun prej muajsh. Ndoshta dikush tjetër përpiqet të futet. Por kush mund të dojë të hyjë në një dhomë shkencore? Romeo! Mendoj se duhet. Ta kontrollojmë sonte. Heronjt me pijame Jakupovi. Drejt natës për të shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali machok. Amaja bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Çfarë ishte ajo? Le ta zbulojmë. Te avioni I bufes. Ja tek është. Shfaqja shkencore mbrapa atij muri. Nuk duhet ta lejojmë Romeon të kalojë.
po bën aty? Fiks në kohë për të më parë mua kur të marr parashutën. Parashutën, për çfarë të duhet ajo? Ti mendon se thjesht do të dalë shëtitje kur të sundoj botën? Në asnjë mënyrë. Unë do të fluturoj. Oh, dhe do të përhap një aromë shumë të keqe në oxhaqet e të gjithëve me shfryrësin tim të qelbur. Të gjithë do t'jenë aq të zënë duke larguar aromën e keqe, sa që askush nuk do të më ndaloj të pushtoj botën. Kjo do të jetë një katastrofë. Le të fillojmë. Duhet t'i ndalojmë ato dorezat e boksit. Super kërcimi i maces. Dhe unë nuk do ta lejoj Romeon të shikoj se çfarë jemi duke bërë. Hey, çfarë po bën aty? Do ta zbulosh së shpejti, Romeo. Çfarë? Dhe tani do të jap fund me pak ridizajnim. Super muskujt e Gekos. Po! Ups. Kujdes, Geko. Ai po rrëshqet. Super muskujt e Gekos. Super kontrolli i hardhucës. Kameleon të lezetshëm. Shikoni, kjo pjesë e kërshtuese e Romeos kërcesh shumë bukur. Është një kërshtues kërcimtar. Do të rregulloj grushtuesin dhe do ja tregoj qefin. Pelerina ime ka ngecur. Ai është i shpejt, por edhe unë mund të jemi shpejt me kërshtuesin kërcimtar. Prit, bufe, po vitë të shpëtoj. Djali ma qok, çfarë je duke bërë Jam aty? i vetmi që mund të idhem si mace, Geko, kështu që do jem më i zoti me këtë. Çfarë? Për t'i jepi që edhe unë po e bëja. Le të fillojmë. Djali mace për t'ju shpëtuar. Wow! Djali Machok, më duhet të largohem nga ky laborator kodi. Pa! Wow! Djali macok për t'ju. Wow! Djali macok për t'ju. Wow! Djali macok për t'ju. Mirë, djali ma qok, tani më lejo mua të... Grushtuesi im funksionoi sërish. Së shpejti do t'jem duke qelbosur botën me shfryrësin tim. Fryrsi qelbur? Po, ndalojeni ato maskat Do ta pijel. bëj, bufe, sa po të kap ty me kërshtuesin kërcimtar. Zvarani kërshqitës, djali ma qok, më lejo ta bëj E ke unë. parë se sa e vështirë është, Geko? Duhet të ma lësh Por mua. je ti ai që sa pora. E di, por nuk doja që të ndodhe ty. Wow! O, bobo! Oh, djali mace, një felin patru. Djali Machok, mjaft kërceve në avionin e bufes. Do të shpëtoj. Wow! Super kërcimi në ujë hardhucës. Wow! Faleminderit, Geko. Wow, duhet të largohem nga këtu. Wow! Ha! Tani do të ndaloj Romeo. Wow! Këtë herë do ta ndaloj Romeon me kërshtuesin kërcimtar. Prit, Geko, më lër mua ta bëj. Po ja marr dorën kësaj. Jo, nuk ja ke marrë, sa herë që kërcen ti. Çfarë je duke bërë, mace e bezdisshme? Djali ma qok, më lejo ta përdorën kërshtuesin kërcimtar. Mund ta ndaloj Romeon me atë. Jo, Geko! Vetëm unë, djali macok! Mirë. Nëse nuk do më lejosh të përdor kërshtuesin kërcimtar, unë do përdor parashutën. Jo, Geko, duhet të kesh kujdes. Parashuta është vërtet e rrezikshme. Hey! Wow! Oh! Ah! Oh! Mos e prish parashutën time, ti hardhuce çmendur. Oh, jo, tani Geko me të vërtet që mund të lëndohet. Duhet ta kisha lejuar të përdorte Djali grushtuesin. Machok, më ndihmo. Mos u shqetëso, bufe, do të nxjerr nga kjo. Më në fund, super krahët e bufes. Au! Ups! Faleminderit, bufe. Ajo parashuta është vërtet e vështirë.
Të paktën mora parashutën time. Tani do të filloj të pushtoj botën. Mirë, mos ndoshta duhet të filloj me fshirësen e qiellit apo me trapanin. O prisni, kam menduar të përdor shfryrësin e qelbur. Jam i mrekullueshëm. Çfarë do të bëjmë tani? Un kam një ide. Vërtet djali Maçok, po më thua që do merresh prap me këtë grushtin kërcimtar? Jo, e di që nuk mund ta përdor aq mirë sa Gecko. Kështu që është koha të tregojmë hero dhe t'ja lë radhën atij. Kameleon të lezetshëm. Kërce djali Maçok, le ta bëjmë këtë së bashku. Le të shkojmë. Dhe tani të gjejo xhakun e dur për ta qelbur. Hey, Romeo! Një mace dhe një ardhus në grushtuesin tim kërcimtar. Kjo duhet të jetë interesante. Oh, vërtet? Shiko lëvizjet e Geckos. Çfarë? Prit, si mund t'jesh kaq i mirë me këtë? Ku jeni? Tani është rradha ime. Ma ktheni! Mirë pra atëherë. Ah? Shko mere. Ah! Tani djali Maçok. Hey, largohu nga unë! Ndaloni ju insekte të PJ! Tani bufe. Oh! Ah! 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 Oh! Punë e paqme maskat PJ. Dhe grushtimi bukur. Gecko, ti je mostaqet e Maçokut. Kjo nuk është e drejtë. Nuk dua të eci teksa pushtoj botën. E po, ndoshta duhet të provosh të kërcesh. Tregohu i kujdesshëm. Është pak e vështirë nëse nuk je një hardus shumë e aftë. Dhe doja t'rregoj qefin. Është grushtuesi im kërcimtar dhe do e kontrolloj si të dua unë. Në rregull, kjo vrim duhet të rregulluar para se të filloj dita. Do të të ndihmojmë ne. Çfarë duhet të bëjmë? Faleminderit, por është fajim që ra muri. Kështu që do ta rregulloj vetë me super shpejtësinë e Maçokut. Heronjt me pijame të rrisni të gjithë ura. Drejt natës për të shpëtuar të gjithë. Oh, për pak ja dole. Provoja përsëri. Jo, tani është radha e Gregut. Oh, në rregull. Faleminderit.